Në regjinë e Iris Canaj dhe koreografinë e Joro Hoda, u prezantua në Pallatin e Kulturës në Gramsh, shfaqja nga të rinjtë e gjimnazit Petronini Luarasi, Franku Pes, i Frederik Duran Mat. Pas një përgatitje të gjatë, nxënësit arritën të realizojnë shfaqjen, që u punua në kuadër të zhvillimit të aftësive të nxënësve në disa disiplina, si produksion, organizime sipërmarrje, e folur në publik dhe interpretim, por edhe sensibilizim nga ana sociale. Dua të theksoj se nga Franku Pes ka pasur një impenjim shumë të madh për një periudhë kohe shumë të gjatë dhe ka përfitime shumë dimensionale në fushën e artit, edukimit dhe arsimimit të brezit të ri. Sjellja për ta në Gramsh ishte një jo vetëm anë pozitive, por ata kishte prej tyre që s'kishin qenë ndonjëherë në Gramsh, u njohën dhe u mirëpritën nga banorët e Gramshit. Ju falenderojm shumë. Të rinjtë që realizuan këtë shfaqje u drejtuan nga profesionistët, gjë që rriti cilësinë e vënies në skenë, teksti i drejtohej jo vetëm të rinjve, por të gjitha moshave, pasi mesazhet që përcillen janë teje të vlefshme.